13 kandidat do të garojnë përballë njëri tjetrit më 9 nëntor për të zgjedhur 5 kryetar të rinj bashkish. Në Vlorë betejë është mes 3 rivalëve që duan të zënë karrigen e kryebashkiakut pas dorëheqjes së Ermal Dredhës. Socialistët garojnë me mjeken dhe deputetën Brunilda Mersini, ndërsa demokratët i kanë vendosur përballë një kandidat të pavarur si Dionis Sota, i cili ka një profil në sipërmarrje turistike. Emri i tij u mbështet edhe nga Shqipëria bëhet e Atleti Klapajt. Ujërat opozitarë në këtë qytet nuk janë të qeta, me këshilltarin demokrat Gjergj Nika, i cili është rebeluar ndaj partisë së tij dhe garon si i pavarur. Në Berat, nënkryetari Ervin Ceca, që drejton bashkim prej ditës kur Ervin Dema u dorëhoq për të bërë deputet, garon në logon e socialistëve për të zgjedhur kryetar. Përballë ka biznesmenin Pavlo Shkarpa, i cili garon si i pavarur dhe është i mbështetur nga korpusi opozitar. Në Tepelem, për vendin e lënë bosh nga Tërmet Peçi, që iku për të bërë deputet, garojnë 2 persona. Gramos Sako për socialistët, një figurë e njohur për shkak se ka drejtuar për 11 vite Gardën e Republikës, dhe një 26 vjeçar si Gabriel Guma, arkitekt, që si pavarur ka përkrahjen e opozitës. Në Corrik, kryebashkiaku Andi Salla u bë ministër bujqësie. Prej atëherë bashkia drejtohet nga Florenc Doka dhe pikërisht këtë jurist, Partia Socialiste e garon përballë 2 emrave nga opozita. Këtu demokratët dhe Atleti Klapaj nuk i kanë bashkuar fuqit. Mjeku Amarildo Hoxha garon i pavarur dhe i mbështetur nga PD-ja, ndërsa kriminologu i kthyer nga Italia, Eli Gert Hima, garon në logon e Shqipëria bëhet. 3 emra janë në gare dhe për Bashkinë e Matit, pas largimit të Agron Malajt që u bë deputet. Demokratët mbështesen si kandidat të pavarur avokatin Eduard Brahilika, ndërsa socialistët në këtë bashki janë të ndarë. Kandidati zyrtar i tyre është Altin Bojni, i cili drejton aktualisht bashkinë, ndërsa Suzana Pasha, që drejtonte forumin e gruas socialiste në Mat, e zemëruar me partinë, kandidon si e pavarur. Dokumentet dhe firmat mbështetëse të pavarurve janë dorëzuar në KQZ dhe KZ Përkatse, të cilat do të bëjnë verifikimin dhe më pas do të kryen regjistrimin e kandidatëve.